Në Fier u zhvillua mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak në drejtimin e kryetares Antoneta Çunaj dhe në praninë e kryetarit të bashkisë Armando Subashi. Në fokus ishin disa pika të rëndësishme për zhvillimin e bashkisë dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve. Në rendin e ditës u miratuan disa pika kyçe, u diskutua dhe u miratua dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për muajin prill 2025, një masë që synon mbështetjen e familjeve në nevojë. Shpenzimet e vitit 24 të grupin shumë sport që janë shumë poshtë. Nga shpitja 670 milion lek, nga sponsorizime 300 milion, 300.000, 300.000, sponsorizime 36 milion 512 e 500 që bashkia Fier aksioneri vetëm, dhe shpenzimet janë materiale konsumi 2 milion 391.000, kostot të punës 8 milion 395.000, pageshat e personelit 15.762.000. Penzimet të sigurime 2 milion 632.000, amortizimi 8 milion 173.000, shpenzimet të treja 5 milion 917.000 lek. Totali shpenzimeve është 24.877, dhe satarë në njërën e 157.873, duke qëra në një punë vjetë për 4 milion 637.000 lek. Diskutimi që bëri zotë Niko, unë pyes humbja për 4 milione sa, që naturisht për një ekip, për një klub të niveleve Polonjës nuk është vogël. Pyetja ime është, kjo humbje vjen si rezultati i mos realizimit të ardhur nga bukimet e parashikuara në projekt, apo janë të kaluar shpenzimet e parashikuara e të miratuara nga ne këtu në Këshill? Se në qofë se jam të kaluar shpenzimet nga parashikimi, është tjetër gjë, dhe është tjetër gjë që nuk u siguruan të ardhat nga burimet e parashikuara. Po ashtu u miratuan pasqyrat financiare të vitit 2024 për klubin shumë sportësh Apollonia dhe për bashkinë Fier, të cilat tregojnë një menaxhim transparent dhe të mirë të burimeve financiare. Një tjetër pikë e rëndësishme ishte miratimi i projekteve Blue dhe Circle, iniciativa që do të përmirësojë infrastrukturën dhe shërbimin në qytet. U miratua gjithashtu projekti për rikonstruksionin dhe zgjerimin e rrugës Kastriot Muço, një investim i nevojshëm për sigurinë dhe qarkullim më të mirë në këtë zonë. Ndërsa në fushën sociale, Këshilli vendosi dhënien me qira të një prone në fshatin Çlirim dhe ndihmën financiare për familjet e prekura nga zjarri dhe kushtet e vështira të banimit. Në fund të mbledhjes u prezantua edhe raporti i monitorimit për zbatimin e buxhetit të 4 mujorit të parë të vitit 2025, që tregon një ecuri pozitive në menaxhimin e financave lokale. Diskutimet dhe komentet e anëtarëve theksuan rëndësinë e bashkëpunimit për të avancuar më tej zhvillimin e bashkisë Fier dhe përmirësimin e jetës së banorëve.